Muhamedi asam pëllat ittaqil maharim. E ka përdor fjalën ittaqi. Nuk ka thënë largohu. Nuk ka thënë mos i bë punë të këqija. Por e ka përmend fjalën ittaqi. Se çdo fjalë e pejgamberit alajhissalam është domethënëse. Është përmbajtësore, ka mesazh në veten e saj. Kur e ka përdorur këtë fjalë pejgamberi sa në raport me gjërat e ndaluara, nuk tha largohu, po tha ruaju. Si me urujt? Çfarë kuptimi të ruajtjes ka kjo fjalë? Krijon distancë të mjaftueshme mes teje dhe gjërave të ndaluara, sa që të garanton ajo distancë që ti nuk bjen të ndaluarat. Domethënë, mos lejo mu afro tek harami, mos u afro shumë tek e ndaluara, mos u afro tek vijat e kuqe, se pastaj nuk mund të frenosh, bjen. Nuk ka garancë për largim nga harami, ai që preket me haramin, ai që i afrohet haramit, e ka problem. Andaj Islami na ka mësuar gjithmonë që për të larguar nga punë të këqija, duhet që të krijohet distancë, të respektohen preventivat e përcaktuara që garantojnë frenimin tonë në raport me gjërat e ndaluara. Jo më afro, jo afër, largohu. Andaj të ndërlozër, mundësia e vetëm që të përfitash nga zjarri i ndezur është i qëndrosh në distancë. Nëse afrosh, digjesh. Andaj distanca garanton ngrohjen dhe rahatin. Çdo afrim i tepruar e humb mundësinë e ngrohjes e të përfitimit, kalon pastaj në rrezikshmërinë e djegjes. Kështu të thotë harami, rrim distancë, jash e harin, përfiton. Sa më tepër afrohesh, rrezikohesh. E në momentin kur e ngacmon dhe e provokon haramin, atëra i shpërthen, e të gëlltit, e të merr me vete. Andaj mes teje dhe pasurisë haram, vendos gjithmonë distancë, mos u afro. Largon nga gjërat e ndaluara, madje të dyshimta. Ajo që në dyshim nuk është e qartë, largohu. Largon nga mjegullinat, largon nga paqartësitë. Jeto dhe fiton me qartësi, dinitet e ndershmëri. Largon në kuptim moral nga gjërat e dyshimta. Krijo distancë mes teje dhe çfarë do burimi të mundshëm që mund ta provokon moralin dhe epshin tënd, rrim distancë. Andaj Islami ka parapar rregulla të komunikimit mes gjinive, të raporteve mes gjinive, në distancën që garanton bashkëpunimin, garanton bashkëjetesën, garanton komunikimin dhe nuk rrezikon asnjëherë keqpërdorimin dhe ngacmimin. Kjo është bukuria e Islamit. Ndërsa sot kur nuk po respektohen distancat, janë shtuar raportet për ngacmim, janë shtuar raportet për dhunë të vazhdueshme në gjitha nivelet e shoqërisë fatkeqësisht. Andaj të ndërlozër, pejgamberi nuk tha largohu, po çka? Ruaju. Fjala ittaqi është vendos bariera, vendos pengesa mes teje dhe të ndaluarës. Dhe kjo ittaqi ka kuptimin e ruajtjes nga dënimi i Allahut.